Edi Blushi ka folur sërish për zgjedhjet e 11 majit dhe arrestimin e kreut të Partisë së Lirisë Ilir Meta, një ndër arsyet e rezultatit të 11 majit. Blushi e sheh edhe tek mënyra se si u arrestua Meta, të cilën e cilësoi si terroriste dhe me synim që të friksonte votuesit e kësaj force. Blushi tha se një nga personat që arrestoi Metën u rrit në detyrë, ndërsa shtoi se pati një skenar për të marrë peng PL nga persona të brendshëm që sot janë në krahët e Edi Ramës. PL përjetoi një terrorizëm shtetëror. Ky terrorizëm nisi nga rrëmbimi i presidentit në mënyrë kriminale. Ne i kemi identifikuar dhe sot është drejtori i policisë në Durrës, Vilson Bala. Ai rrëmbeu presidentin Meta dhe u shpërblye për atë akt të pashembullt. Ky rrëmbim synonte të terrorizonte mbështetësit e PL, akt që shpresoi që kjo forcë të tronditej dhe u trondit. Pati tentativa që kjo parti të merrej peng nga njerëz të cilët i pat në listat e Edi Ramës për deputet, Meta vazhdon në izolim pas një fakt. Ata që i shërbyen skenarit për të marrë peng PL-n, i keni në krah të Ramës, nuk dua të hyj emrave, janë disa personazhe, janë në krah të rilindjes, ka Blushi.